Katror. Profesori i shkencave politike Zoti Bastimuja është në studio për diskutuar lidhur me rezultatet e deri tanishme të preliminare pra të publikuara nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila po vazhdon me verifikimin e votave dhe gjithashtu numërimin e votave të kandidatëve për deputet të partive politike. Atëherë profesor, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Profesor, rezultatet preliminare deri më tani të KQZ-s tregojnë që vendosja ka marrë 49.34%, dukshëm dallim me partitë e tjera. Pritej një rezultat i tillë dhe çka tregon, cili është mesazhi me këtë rezultat që e shohim? Të jam i sinqert, edhe unë kam qenë i befasuar, kom prit rritje të lëvizjes vetëvendosje, po jo në këtë mas, po kjo gjithsesi tregon që votuesi kosovar është përcaktuar për vazhdimsi, për konsistencë, është përcaktuar për qeverisje stabile, pa komplikimet mundshme rreth formimit koalicioneve, dhe mendoj që gjithë ky rezultat është edhe si rrjedhoj e këtyre 9 muajve që i kaluam, ku vërtet partitë opozitare apo opozitare dështuan që ta materializojnë, nëse mund të them kështu, dështimin e partisë së parë për të konstituuar institucionet reprezentuese. Po, dhe ku sheni që ka lëvizjet të elektoratit, sepse janë mbi 70.000 vota më duket ose më shumë që kanë shkuar drejt lëvizjes vetëvendosje. Ku konsideroni që ka ndodhur kjo lëvizje e elektoratit? Nëse shohim hartën e Kosovës, kemi pa që janë ato 10 komunat ku zgjedhjet i ka fituar lista serbe, 2 komuna janë ku ka fituar Partia Demokratike dhe Aleanca më duket në Deçan. Përndryshe, komplet harta e Kosovës është një ngjyrshe. Kjo flet që elektorati në të gjitha viset e Kosovës, edhe në bastionet të caktuara, të cilat kanë qenë me pak përjashtime, janë orientuar te stabiliteti, nëse mund të them, te programi i qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje, sado që ka pas kritika për to, dhe nuk i kanë të kaluar kufit e këtyre bastioneve dhe janë përcaktuar për një parti e cila, nëse për asgjë tjetër, ju ka sjell shpresën që në përballjen me Serbinë e kanë një partner të besueshëm. Po, konsideroni që Serbia është kauza kryesore që vetëvendosja e ka këtë, apo ka patjetër edhe kauza tjera dhe ndoshta ky mobilizimi a ishte më ndryshe i vetëvendosjes nëse krahasoj me parti tjera, sepse kritikat më do këto ditë për opozitën kanë qenë se kanë qenë në një komoditet, kanë pasur komoditet në këtë fushat dhe tani janë këto rezultate për to. Mendoj që janë 3 arsye kryesore pse opozita ka dështuar tërësisht në këtë fazë dhe kur është prit rritja e përqindjes së tyre, kemi të kundërtën. Mendoj që ata kanë dështuar që dalin me një opcion përbashkët politik, kanë qenë totalisht të fragmentuar, sado që nuk kanë qenë në blok, është dukë që në blok sepse komplet naracionin e tyre kanë pas të njëjtë, anti-Albin Kurti, kështu shkurt, pa vlshuas në lëvizjen vetëvendosje, duke akuzuar atë për çështje banale dhe elektorati në Kosovë nuk i ka pranuar këto akuza. Partitë opozitare kanë dështuar me ofru emra të ri, me ofru opsione të reja, me ofru kauza të reja, dhe ato nuk e kanë arritë. Kundër kësaj, lëvizja vetëvendosje ka dalë me një program të qartë, posaçërisht në çështje të caktuara, të cilat janë senzitive, posaçërisht verimi i Kosovës, por nuk duhet me harruar edhe nëse mund të them kështu, ndihmat e vazhdueshme përmes rritjes së pensioneve, përmes rritjes së skemave pensionale, skemave sociale, përmes rritjes së shtesave të fëmijëve, përmes gatishmërisë për t'u dalë në ndihmë edhe studentëve, mendoj që
Elektorati në përgjithësi është ndije më afër, e ka ndije më afër dorën e shtetit dhe mendoj që si rezultati i kësaj sigurisht që kemi edhe rritjen e një masë të caktuar të numrit të votuesve të lëvizjeve vendosur. Po, dhe profesor marr parasysh që njëra prej vendimireve kryesore është edhe rritja e pagave, rritja e shtesave tjera. Prisni që të jetësohen të gjitha këto gjatë kësaj qeverisje dhe a premton kjo përmirësim të mirëqenies shqiptarëve që e kemi parë sidomos këtë vit që kemi folur shumë shpesh për dëmtimin e mirëqenies së shqiptarëve me gjithë këtë blokadën edhe zhvillimin, për mungesën e zhvillimit ekonomike, prekjen e gjitha sektorëve. Ofertë votuesve për rritjen e pagave kishin gjitha partitë, dorën zana lëvizja vetëvendosje ishte më e përmbajtura në këtë drejtim. E kam fjalën përpas këtyre skemave sociale, ku vërtet edhe për shkak të rrethonave të përgjithshme globale kemi një shtrajtim të korpës së konsumatorëve, i cili i ka prek shumë edhe konsumatorët në Kosovë dhe mendoj që veprimi i lëvizjes vetëvendosje, qeverisë së saj për t'u dalë në ndihmë këtyre kategorive të cilat vërtet janë të rrezikuara dhe janë duke kaluar ditë jo të mira sa i përket anës materiale, mendoj që ka qenë drejt dhe mendoj që shteti në shoqëritë sikur e jona pas një konflikti ende të pazhvilluara me njerëz se materialisht nuk qëndrojnë mirë, duhet të veprojë, duhet të ketë programe të tilla, sepse secili qytetari i këtij vendi duhet ta ndijë dorën e shtetit. Profesor, si e keni parë rezultatin për lidhjen demokratike të Kosovës? Çka tregon ky rezultat dhe ku gaboi LDK-ja që mori këtë rezultat? Lidhja demokratike e Kosovës mendoj që gabimin më të madh e ka bërë në mohimin e gjithçka që është bërë në 4 vitet e kaluara. Nëse e shohim deklaratat e disa prej personaliteteve kryesore të kësaj partie, vërtet janë për t'u habitur. Me qëllim të dëmtimit të Albin Kurtit, edhe qeverisë e tij, edhe partisë e tij, mendoj që ata janë shkuar shumë larg, edhe me akuzat të tilla, të cilat vërtet kanë mujt me dëmtue këtë narracionin e veprimeve të shtetit të Kosovës në veri. Gabimi i dytë mendoj ka qenë përjashtimi i një kategorie të ish figurave të saj të rëndësishme, diskriminimi i tyre edhe në vendosjen e për listat e caktuara, mosofrimi i tyre dhe mbi të gjitha mendoj që domen më të madhe ka shkaktuar qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në këto 9 muaj të ngërçit, e cila edhe nuk ishte gatshme për të qenë pjesë e institucioneve qeverisë, po pra konsideroni që u ndëshkua edhe për këtë mungesën e refuzimit për bashkëpunuar. Edhe nuk ishte një opozitë vërtet. Pra, ishte parti pa identitet dhe mendoj si e tillë votuesit për t'u ikë këtyre fiskulturave të kësaj partie u deklaruan duke që kanë vendosur për një opcion ma të parashikueshëm, ma stabil dhe e kemi rezultatin për LDK-n atë që e kemi. Po, LDK ka paralajmëruar edhe një kuvent të jashtëzakonshëm. Prishet që do të ketë dorëheqje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sa i duhet LDK-s ky reformimi i brendshëm për të ardhur fillimisht pastaj përsëri për të ngritur me këto rezultate. Unë kam prit natë për Lumira Bizhiku paralajmëroi një konferencë për media, unë kam prit që atë natë ai do të jap dorëheqje dhe mendoj që një humb si mirë do të vepronte ashtu. Ai ofroi pak a shumë dha sinjale që në një kuvent të shpejt ai nuk do të jetë më kryetari i Lidhjes Demokratike, po nuk mjafton vetëm ndrrimi i kryetarëve, sepse LDK ka pas disa ndrrime të kryetarëve, por nuk është që ndonjëri prej tyre ka arrit me forcue Lidhjen Demokratike në masë të madhe. Mendoj që Lidhja Demokratike duhet të orientohet të ndryshimet e sajna programore. Nuk mundet ajo me programin e saj, me filozofinë e saj, me logon e saj, me fotografinë e rrugovës, me i atraktue votues të ri, sepse kemi një brez të tërë të votuesve të cilët kanë lind tash edhe pas vdekjes së Rrugovës dhe nuk është që identifikohen shumë me Rrugovën dhe për çdo vit ne kemi dikun 20-30.000 votues të ri që futen në regjistrat e listës së votuesve dhe ata kërkojnë fytyra të reja, kërkojnë kauza të reja,
kërkojnë opsione të reja edhe nuk mjaftojnë ato reliktet e së kaluarës. Po, ndërkohë profesor, ndryshimi i liderit për PDK nuk solli përsëri rezultat, nuk ka ulje, por megjithatë nuk ka as ngritje PDK-ja. Tani si duhet pa PDK-n? PDK-n kërkoj falje. Partia Demokratike mendoj që është në një situatë as pak të lehtë edhe për shkak të mungesës së dy prej njerëzve kryesor të saj. Ish njerëzve kryesor, nëse mund të them kështu. Partia Demokratike ka vështirë që të reformohet derisa ata janë në Hagë. Sado që ata nuk është që kanë ndonjë ndikim tani, por në mënyrë çdo lëvizje këto e reflekton mungesën e tyre. Ne kemi pas deri tash apo Partia Demokratike ka pas deri tash 3 kryetarë, të cilët nëse mund të them kështu me një gjuhë më të butë, kanë qenë veç se administrator, menaxher të Partisë Demokratike, nuk është që kanë pas rolin kanë mund të luajnë rolin e liderit, sepse dy liderë në hije janë atje dhe është e pamundshme me dalë prej gëzofit të tyre. Bedri Hamza vonë është zgjedh kryetari Partisë Demokratike, e ka edhe këtë handicap dhe mendoj që edhe kjo e ka dëmtuar ato në arritjen e rezultateve më të mira, sado që Partia Demokratike s'paku ka arrit me rujt elektoratin e vet të cilin e kishte edhe para. Po, dhe sa i përket PDK-s, profesor, ky rezultat jep sinjale që Hamza mund të vazhdojë përsëri në krye të PDK-s për ta ngritur atë, ndoshta në tentativë për të ngritur ajo. Tash Hamza kishte pak kohë, vërtet ende nuk ka etabluar si kryetari i partisë. Tash ajo është çështje e strukturave, organeve të Partisë Demokratike të Kosovës. Besoj që ata do ta zgjedhin opsion më të mirë, po nuk kanë shumë edhe opsione. Nuk mendoj që do të sillte ndonjë sukses edhe ndryshimi i dikujt tjetër, sepse pa epilogun e Hagës, mendoj që Partia Demokratike ka vështirë që të nënshtrohet një reformimi mirëfillt. Po, përgjithësisht profesor, në top 5 e parë të PDK-s, mesën e Bedri Hamzës është pastaj përparim Gruda, Orhan Ismaili, Sala Jashari. A tregon që PDK-ja po e udhëheqin një frymë e re brenda tash është në udhëheqjet PDK-s, apo çka tregojnë këto shifra, këto vota? Lista e deputetëve të Partisë Demokratike nga zgjedhjet e kaluara ka qenë kryesisht e koncentruar në një region të caktuar, e ka dëmtuar Partinë Demokratike dhe në staza gjata mendoj që ajo është vdekjepruese për një parti, sepse kuadrat e forta prej anëve të tjera e kanë të pamundshme ta gjejnë veten në një listë të tillë. Në këtë rast e kumpa edhe prej listës që Bedri Hamza ka tentuar që disa njerëz të ri të arsimu mirë, që janë për regionet të ndryshme, profileve të ndryshme, i ka fut në 10 e parë, 15 e parë, dhe duket që ka pas sukses ende sado që jemi në fillim. Shpresoj që ata njerëz do të depërtojnë, sepse janë njerëz të mirë. Partia Demokratike e ka një listë shumë të mirë, por se fatkeqësisht gjithmonë i ka pas listat e mira, por se fatkeqësisht edhe për shkak të këtyre konstelacioneve të brendshme, deputet kanë shkuar kryesisht prej një qendre caktuar dhe ata kuadrat e forta. Më të votuarit janë Arjan Tahiri dhe Bedri Hamza, që janë prej Mitrovicës, apo jo? Pra, po veç sa përqend kutive votimit që janë numëruar. Deri më tani 46%, deri në këto. Kemi kohë, tash në varet se cilë region. Mund ndryshon shumë, sado që Bedri Hamza si barci liste, si kandidat për kryeministër, po dhe Arjan Tahiri, cili në zgjedhjet e fundit komunale në Mitrovicë ka pas një performancë shumë të mirë. Mendoj që është një aset shumë i çmuar i Partisë Demokratike. Po, dhe profesor, si e sheni AKën dhe sidomos Limajin, i cili nuk arriti ta kaloj pragun, shpesh është konsideruar si konstruktiv në ato qëndrimet e tij, por që kjo nuk prodhoi rezultate, apo çfarë për Limajin? Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mendoj që prej zgjedhjeve të kaluara ka pa rrezikun që i ka noset nga pragu dhe ka bërë gjithçka edhe ka zgjeruar, nëse mund të them kështu, listën e vet me personalitete të cilët dikur kanë pas në farë relate me Aleancën apo edhe fytyra të reja, dëshmuar në fusha të caktuara. Nuk e di sa ka arrit me shty, por se kjo është një parti e cila vërtet është duke luftuar për mbijetesë dhe nëse disi arrin kësaj radhe me arrit 5%, mendoj që do ta ketë vështirë në zgjedhjet e radhës, sepse është parti e cila është në
ka një klientel shumë të ngushtë për një regionit caktuar, për një familje të madhe, edhe nuk është pesëdhon se kjo për një parti në nivel nacional për të më mujtë me qenë e rëndësishme në rrafsh nacional. Po, dhe profesor tani pak të nga këto numra... Sa përket nëse më lejon për nismen, mendoj që se mos me përmend, mos punoj edhe më vonë. Nisma, mendoj që ka marrë çmimin e atyre fiskulturave të saj në zgjedhjet e kaluara, ka pas një mbivlerësim të prumë të tyre, kërkesa e tyre për kryetarët e kuvendit me 3 deputet, mendoj që i ka irrituar njerëz dhe tash kanë rezultatet të cilin edhe kanë merituar duket. Po, dhe profesor tani me këtë përbërje që e kemi deri më tani, 56 deputet pritet të ketë vetëvendosja, 23 PDK-ja, LDK-ja 15 dhe AK-ja 6. Çfarë përbërje mund të presim brenda kuvendit Kosovës, a mund të kemi më shumë stabilitet dhe jo shumë bllokada? Unë nuk pres blokada, sepse mësë jenë 56 deputet, 57 deputet, varsisht pastaj janë 10 deputet të pakicave serbe, dhe kemi 67 deputet, apo 66 deputet, kështu që qeveria, kuvendi, qeveria mund të konstituohen dhe të formohen shumë lehtë, dhe mendoj pritet një qeveri stabile, shpresoj shumë që kësaj radhe kryeministri Kurti do të jetë më kujdesshëm në përzgjedhjen e antarëve të kabinetit e tij, sepse... Ku konsideroni që duhet bën ndërhyrjet? Keni pasur vërejtje në ato kabinetet që... Po me pak përjashtime, mendoj që ministrat e tij nuk kanë treguar ndonjë performancë të mirë dhe janë plot ministrat që janë përfol dhe më shpresoj që kryeministri Kurti e ka marrë mesazhin. Po, presë që me të formoj një qeveri ashtu si e kërkonte me pakisa, me 60 vota dhe a mund të ofroj kjo stabilitet pasaj, sidomos se që është e presidentit, kur vetë se po flitet ende pa përfunduar procesin numërimit? Tash, për qeveri nga duhen 60 vota, do t'jenë 67 ose 66, kështu që nuk do t'jetë fare problem, do më thonë për kuvendin, për kryetarën e kuvendit dhe për qeverin. Saj përket që është se presidentit ato që është mund të komplikohen. Unë ndëgjova edhe prononcimin e zonjës Osmani, e cila në mënyrë shprehi gatishmërinë edhe për një mandat. Tash ne e dim që sado që presidenti apo presidentja duhet të zgjidhen me 60 vota, mjafton në rundën e tretë, por se në 2 rundet e parë duhet me qenë 80 deputet pranishëm sallë, dhe në fakt duhet deputet partive opozitare mja bokurumi, nëse mund të them kështu, dhe unë besoj që... Fillimisht, profesora, prisni që Kurti ta mandatoj Osmanin për presidente. Ju shtruhe kjo pyetje edhe prej gazetarëve dhe a i thamë duhet me fol njerë me që të regonë se jepë sinjal se mund të propozoj, apo jo? Besoj që ata tash gatishmëria e sajna është politikisht të kuptueshme edhe është legjitime. Mendoj që ajo po kundërrafshin ndërkombëtare ka luajtur një rol shumë pozitiv në një kohë kur diplomacia jonë për një arsye apo tjetër nuk ka shkëlqyer dhe atë zbrazësinë se mund të them kështu e ka mbuluar goxha mirë presidentja dhe kuptoj edhe dëshirën e saj edhe për një mandat. Thelbësore këtu mendoj është nëse vetëvendosja do ta përkrah. Mendoj që vetëvendosja ka luksin me propozuar dikon tjetër, një person konsensual, i cili përveç opinionit brendshëm do duhet të ishte i pranueshëm edhe për opinionin e jashtëm, po mendoj po flas për partnerët tanë ndërkombëtar, sepse nuk besoj që partitë opozitare do të bëjnë problem në këtë drejtim. Mendoj që fitoria e vetëvendosjes të dielën e kaluar ka qenë plebiscitare. Sado që ndoshta numerikisht nuk do të arrijë atë numrin e vitit 2021 për shkak ka mundësi, mendoj që kjo është një fitore edhe më e madhe, sepse është arritë pas 5 viteve, do më kur është provuar vetëvendosja dhe elektorati përkundër dështime, përkundër asaj gallanës së madhe që është bë në për shumë studio për aferat korruptive, për mospunën, për dështimin e tjera, prapë elektorati e ka jap një shumicë kaq plebiscitare dhe mendoj që partitë opozitare do ta kenë problem t'ja refuzojnë një kandidat. Pra nuk e kanë luksin që shkojnë përsëri në zgjedhje, apo jo? Plus nuk e kanë luksin sepse unë jam i sigurt që në një situatë të tillë faturën më të madhe do ta paguajnë vetë partitë opozitare, të cilat pas 3-4 palë zgjedhjeve brenda një viti, mendoj që nuk do të jenë gjendje me mbijetue edhe një palë zgjedhje tjera.
Po, megjithatë, profesor, cili është emri? A ka një emër tjetër konsensual që do të ishte më i pranueshëm se sa Osmani në këtë situatë për president apo jo? Tash nuk do më lëshu në emra, po Kosova ka shumë emra konsensual. Mendoj që që janë pjesë e skenës politike apo dhe që nuk janë aktiv? Zdo me thonë me qenë pjesë e skenës politike, kemi shumë emra. Mendoj që do të kishin mujtë me qenë shumë mirë, president mirë, po unë mendoj që edhe zonjë Osmani mundet me qenë një presidente mirë edhe për një mandat. Po, megjithatë sa i përket zhvillimeve të brendshme, Osmani nuk është që është lavdruar nga partitë opozitare. Është akuzuar shumë shpesh për mungesën e rolit kushtetues dhe figurës unifikuese sa i përket zhvillimeve të brendshme politike. Konsideroni që do të marrë mbështetjen e partive opozitare për ta bërë këtë kuorumin brenda kuvendit apo nuk e kanë këtë luksin që e përmende? Spari nuk e kanë luksin dhe mendoj që ata do ta zgjedhin të keqen më të vogël, sepse propozimi tjetër nuk besoj që do të jetë më i pranueshëm për opozitën. Po, dhe profesor, kur analizojmë gjithë të blokadën, se shumë shpesh e kemi analizuar, dhe këtë rezultatin që e shohim të lëvizjes vetëvendosjes sot, a ka mundur e gjithë kjo situatë të evitohej dhe të kishim qeveri në vend se shkonin përsëri në zgjedhje, apo ishte ky rezultati dhe këtë zgjidhje që e kërkonte vetëvendosja me këtë blokadën gjatë gjithë këtij viti që e pa? Ne këtu kemi folë vazhdimisht prej non shkurtit për zgjedhjet dhe kemi qenë pesimist nëse do të arrihet një qeveri. Mendoj që gjitha partit kanë qenë pak kënaqura me rezultat, pritjet e gjitha partive të kanë qenë më të mëdha dhe votuesi kosovar ka pas prodhuar një situatë ku të gjithë ishin shpallë fitues dhe asnjëri s'kishte fituar. Mendoj që në atë kohë ishin dy opsione në tavolinë, edhe vetëvendosja do të mundte me dikon me kriju një qeveri të ngushtë, po edhe partitë opozitare, sepse mos të harrojmë vetëvendosja kishte 48 deputet, po derisa partitë opozitare kishin 52 deputet. Ato e kishin ma lehtë, por se ato nuk arritën mu përbashku me kriju një front përbashkët për shkak të egove të tyre. Posaçërisht Lira Demokratike në këtë rast ishte shumë destruktive, ajo prej fillimit kishte deklaruar që as nuk do të jetë pjesë e qeverisë në asë një formë, nëse Zotja Bligjiku si kryetari Partisë Drejtë nuk do të jetë kryeministër, që është nonsens, po edhe nuk do të jetë e gatshëm, edhe nuk do ta votoj as kryetar në parlamentit, pra kishte një qëndrim destruktiv. Dorën zemër Partia Demokratike ka qenë më e gatshme për opsione të ndryshme, por vetëvendosja nuk ishte e gatshme as ajo. Frikën e kishin, mendoj edhe atëherë kam thonë që të marsi i këtij vititarshëm, pra, kur do duhet të zgjedhej presidenti apo presidentja, sepse secili konstelacion në mënyrë do të risprovohej edhe një herë, sepse ajo legislaturë ka qenë e pamundshme mull edhe me i bot të edhe ullëse për mujtë me zgjedhë presidentin apo presidentin, çka rrjedhimisht do të na çonte prapë në zgjedhjet e parakohshme. Po, dhe pasi që profesor tani çështja e presidentit nuk po duket më problematike. Çka e pra qeverinë e ashme, sepse kemi parë që edhe Bashkimi Evropian dhe SBA-t kanë shprehur gatshme që të bashkëpunojnë shumë shpejt dhe kanë kërkuar qeverimin dhe formimin e qeverisë së re. Çka e pra qeverinë e ashme, sidomos në arenën ndërkombëtare dhe në këto marrëdhëniet me ndërkombëtarët? Qeveria është ka shumë punë sepse për një vetë ne pak a shumë kemi qenë në status quo. Zoti Kurti ka listuar disa prej vendimeve të para të cilat ai do të merr, sigurisht që buxheti, ligji për buxhetin do të jetë çështja e parë, është e pa evitueshme. Pastaj janë marrëveshjet ndërkombëtare. Kështu ka kërkuar edhe bashkëpunimin e partive opozitare, që nuk konsideroni që do të jetë problematike? Unë nuk besoj që do të jetë problematike, sepse këto marrëveshje ndërkombëtare çfarë janë, zakonisht janë votuar edhe prej partive opozitare. Çka mendoj që do të jetë problem për secilën qeveri është çështja e raportit me Serbinë, çështja e bisedave me Serbinë. Unë jam i sigurt që sapo që të ketë një stabilitet në Serbi, sepse ne e dimë atje që presidenti Vučić ka probleme të mëdha të brendshme, ka protesta të vazhdueshme që në vit e gjys prej posaçërisht prej dhe pushteti i tij është luhat dukshëm. Tash Bashkia Ndërkombëtare nuk besoj që do të ushtroj presion në agjendë çka, pse në është, por ne do ta kemi në një ditë, do ta kemi prapë, apo qeveria do ta ketë prapë në tavolinë
marrëveshjen me Serbinë, raportet me Serbinë dhe gjetjen e një zgjedhje të përhershme me ta. Dhe prishni që konsistenca kurtit vazhdon të jetë e njëjta sa i përket qasjes me Serbinë dhe procesit dialogut apo mund ndryshoj kjo? Sidomos në rast se përfshihet SBA-ja ose kërkesa për të përfshirë dhe SBA-ja në këtë. Mendoj që këtë vot popullore, zoti Kurti e ka marrë pikërisht për këtë. Nuk e ka marrë për zhvillim të madh ekonomik. Nuk e kemi arrit pas ato. Nuk është edhe koha që të kemi zhvillim të madh ekonomik. Votën plebiscitare zoti Kurti e ka marrë për shkak të aftësisë së tij për të rezistuar në situatat e caktuara edhe presioneve ndërkombëtare në raport me Serbinë, dhe unë shpresoj shumë që ai do të vazhdojë me këtë çështje, sepse nganjëherë mund të këtë lëshime të tilla, të cilat janë të pariparueshme, kemi rastin e Bosnës, ku lëshimi në situata të caktuara për shkak presionit ndërkombëtar ka krijuar situatë ku sot e kemi një shtet që është jo funksional, dhe unë shpresoj shumë që zoti Kurti do ta ketë parasysh edhe rastin e Bosnës. Po, dhe profesor, këtë në fund flasim pak edhe për procesin e numërimit. Se keni parë procesin e numërimit fillimisht nga ana e KQZ-s, për shkak se duket që ka shkuar shumë shpejt, dhe a prisni që mund ta bëjë ndonjë ndryshim numërimi votave me kushte dhe sidomos të diasporës, për shkak se diaspora këto ditë ka qenë shumë e diskutuar nëse mund ta bëjë ose ka bërë ndryshimin me këtë rezultat që po e shohim sot. Spari, ne falënderim të madh për KQZ-n, e cila këtë rast e ka luajtur një rol shumë pozitiv, tamam ka qenë krye detyrës dhe tamam këtë festë të demokracisë në Kosovë ka qenë çështje ambitore, sepse pa asnjë dështim në komunë ku ka pas organizim fenomenal, kështu që e përgëzoj dhe më vjen mirë që ai dështimi i platformës së saj në zgjedhjet e kaluara duket që ka qenë një defekt i njëhershëm, shpresoj që nuk do të përsëritet. Çështja e votave të diasporës, votave me kusht dhe votave të diasporës, edhe të konzulat, po edhe me postë të konzulatave, pastaj përfaqësive diplomatike. Spari, mendoj që ka qenë një debat i pavend lidhur me rolin e diasporës. Ka qenë një kontestim i legitimitetit të votës së diasporës, që është i parësishëm. Ne, edhe sipas statistikave, hyrjet për fund viti në Kosovë ishin pak a shumë të njëjta me viteve tjera, dhe diaspora e ka të drejtën e botës, sikurse ne me votu kë ata dojnë, për kënë ata përcaktojnë. Ata nuk do të bëjnë ndryshimin, edhe këto vota nuk do të bëjnë ndryshimin. I pam ne komunat në për Kosovë, nuk janë komunat diasporës, janë komunat Kosovës, ku shumica determinuese në mënyrë janë përcaktuar për qeverinë Kurti edhe për një mandat. Okej, atëherë profesori, faleminderit shumë që ishte sot të me ne. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë.